Federata Zvicerane ka konfirmuar se edhe me sfushori Vincent Sierro ka pësuar lëndim, prandaj do të mungojë në ndeshjet ndaj Suedisë dhe Kosovës. Helvetikët i presin dy sfida të rëndësishme në nëntor, ku me një fitore e sigurojnë matematikisht pjesëmarrje në Kupën e Botës. Megjithatë, Zvicra ka konfirmuar se Sierro është larguar nga grumbullimi, shkaku i lëndimit. Me sfushori Vincent Sierro do të mungojë në dy ndeshjet kualifikuese të Kupës së Botës, ndaj Suedisë dhe Kosovës. Lëndimi në këmbë është diagnostikuar nga stafi mjekësor të hënën në mesditë. Sierro është larguar nga kontarja për të marrë trajtim të duhur. Në vendin e tij, Besir Omeragic i Montpellier është ftuar nga Murat Yakin, kurse të vetëm kanë stërvitur edhe Ricardo Rodriguez dhe Lucas Jacques. Mbrojtësi Ricardo Rodriguez dhe Lucas kanë kompletuar stërvitjen individuale të hënën dhe do t'i bashkohen skuadrës gjatë javës. Basir Omeragic nga Montpellier është të ftuar si lojtar shtesë. Ai do t'i bashkohet skuadrës të hënën në mbrëma, thuhet më të tjera në komunikat. Kujtojmë se në rast që Zvicra smundën por Suedi në shtëpi dhe njëkohësisht Kosova triumfon në Sloveni, atëherë në Fadil Vokri do të zhvillohet finalja se cila kombëtare shkon në Kupën e Botës 2026. Veljko Paunović mbajti konferencën e parë për shtyp pasi u bë trajneri i ekipit kombëtar serb, duke zvendësuar Dragan Stojkovicin e dorëhequr pas humbjes me Shqipërinë në Leskovec. Serbia do të luajë kundër Anglisë në Londër më 13 nëntor dhe me Letoninë në Leskovec më 16 nëntor. Aktualisht ata janë në vendin e tretë në grup me 1 pikë pas kuqezinjve dhe 8 më pak se Anglia, e cila kryeson grupin. Në luftën për vendin e dytë, që të çon në fazën eliminatore, ku ata shpresojnë nuk kanë më asgjë në dorën e tyre pasi gjithçka tani varet nga Shqipëria dhe ndeshja jo në Andorra, edhe më pas me Anglinë në Tiranë të dielën. Për këtë situatë, trajneri i Serbisë deklaroi në konferencë për media: pra një detyrë e vështirë pret Serbinë, por një rezultat i mirë në Londër, që do të ishte gjithçka tjetër përveç një humbjeje, mund të vlente sa floriri, por sigurisht me rastin e fitores së Shqipërisë kundër Andorrës, edhe triumfi përfundimtar i ekipit tonë në Wembley mund të mos jetë i mjaftueshëm, u shpreh ai.